Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut mbrëm ka rritur në Irland, ku do të përballet me vendasit në një ndeshje miqësore. Të dyja skuadrat vinë në këtë përballje pas eliminimit në gjysmëfinalet respektive të play-offit të botrorit. Maqedonia u eliminua nga Danimarka, ndërsa Irlanda u eliminua nga Çekia. Për këtë ndeshje, seleksionuesi Sedlowski nuk do të mund të llogarisë në Miovskin dhe Atanasovin si dhe në Aleksandar Trajkovskin, i cili njoftoi pensionimin nga përfaqësuesja A. Ndërkohë, Konyaspori dhe klubi kinez Dalian, ekipet e Enis Bardhit dhe Isnikalimit, zyrtarisht kërkuan lirimin e dy futbollistëve nga detyrimet me përfaqësuesen, por të dy lojtarët kanë shprehur dëshirën për të qëndruar dhe për të qenë në dispozicion për këtë ndeshje. UEFA ka caktuar tashmë gjyqtarët për këtë takim. Drejtësinë do ta ndajë një treshe nga Walesi me Ivan Arvel Griffin si gjyqtar kryesor, i ndihmuar nga Jonathan Bryant dhe Harry Hendricks. Ndeshja miqësore ndërmjet Irlandës dhe Maqedonisë së Veriut luhet nesër në stadiumin Aviva në Dublin me fillim në orën 20:45.